Të nderuar miq, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni, Musafiri në studio, ku për sot kam të ftuar Ekrem Kryeziun, mentor për ngritje dhe zhvillim personal. Do të flasim për zhvillimin personal, sepse gjithsecili prej nesh dëshirojmë të jemi të avancuar në çdo fushë, mirë po çfarë është zhvillimi personal, sfidat, karriera e kështu me radhë, do të flasim bashkë me Musafirin në studio. Nderuar, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjej. Padyshim që gjithsecili prej nesh dëshirojmë që zhvillimin personal ta kemi me një pedestal të ngritur dhe të jemi të avancuar në çdo fushë. Mirë po jo çdo kush mund ta ketë zhvillimin personal, jo çdo kush mund ta ketë rrugën e hapur sepse e dimë që sfidat e jetës janë të ndryshme. Por çfarë nuk kuptojmë me zhvillimin personal, ku mund ta dimë se ne po zhvillohemi, po avancohemi, po ngritemi? Faktikisht ne secili mund të zhvillohemi, nuk ka ndonjë dallim, por shkolla e zhvillimit pastaj përcakton shkollën e zhvillimit psiqik. Edhe shkolla e gatishmërisë për të ndryshuar. Njeriu si qenie njerëzore është në zhvillim e sipër gjithherë. Domthonë një fëmijë i lindur sot është më i zgjuar se një fëmijë i lindur dje, sepse ne jemi në zhvillim e sipër, ne jemi në perfeksion e sipër. Dhe deshëm apo s'deshëm ta pranojmë zhvillimin personal, ne ndryshojmë brenda. Brenda nesh ndodhin mijëra, miliona, miliarda ndryshime ndodhin brenda trupit tonë dhe ka mesazh më të fortë nga krijuesi që ne duhet ta përçojmë këtë ndryshim, ta përçafojmë këtë ndryshim dhe ta shpëndojmë këtë ndryshim. Pra njeriu është i krijuar për të ndryshuar. Kur them për të ndryshuar, sigurisht për të ndryshuar pozitivisht, jo negativisht. Dhe si bëhet kjo bëhet duke u vetëdijsuar, pra duke bashkëpunuar me vetdijen e lartë, sepse njeriu ne nuk kemi mendje, ne jemi vetdije. Pra dhe ne duhet të bashkëpunojmë me vetdije, sepse ne jemi vetdije e lartë. Prandaj krijuesi na ka dhënë këtë mundësi që ne të dallojmë nga krijesat tjera. Pra ne kemi mund të jemi ndonjë specie tjetër, por jemi specie njeri. Prandaj ne duhet ta përqafojmë këtë ndryshim, sepse është mesazh nga krijuesi dhe çdo ditë ne kemi mesazhe që krijuesi na çon në forma të ndryshme, që na çon përpara shenjat që ne duhet të ndryshojmë. Dhe kur ne ndryshojmë brenda nesh dhe me ndryshimin tonë pastaj ndryshon familja jonë, ndryshon rrethi, ndryshon shoqëria. Pra ne jemi sistem të dërguar të krijuesit që të bëjmë gjëra të bukura, gjëra të mira për të ndryshuar njerëzit, për t'i dhënë mesazhe, për të përcjellë mesazhe të mira pozitive. Apo çdo kush mund të ta zhvillojë zhvillimin personal, të avancojë. Tash shkolla e zhvillimit personal varet nga shkolla e zhvillimit psiqik. Edhe shkolla e gatishmërisë për të ndryshuar. Disa persona kanë gatishmëri për të ndryshuar, disa nuk kanë të gatshëm për të ndryshuar. Dhe për të ndryshuar duhet fillimisht ta kuptojmë që ne nuk kemi turmë. Ne duhet të shkputemi nga turma. Pra ne jemi individ. Ne kemi ardhur këtë botë si individ dhe do të shkojmë ka këtë botë si individ. Jo si bie që mos shkojmë mas turmës nëse jo asnjëherë, sepse turma mendon me emocione. Ndërsa individi mendon me logjik dhe ne jemi logjik, ne jemi mendje, ne jemi arsye. Keni parë kur jemi në turm, nëse ti je një personalitet i lartë dhe je vetë e lartë, në momentin që ti futesh në turm, ti je baraz me turmën. S'ka rëndësi mendimi yt, s'ka rëndësi asgjë jotja. Edhe nëse tuani mendim është i pavlefshëm, prandaj ne duhet të shkputemi nga turma. Ndonse shpesh themi se në popull themi se dela që ndahet prej kopesë janë ujë, por jo faktikisht dela që ndahet prej kopesë ajo bëhet ujë vetë, sepse ajo përballet me sfida, përballet me vështirësi, përballet me rreziqe dhe ajo forcohet. Dhe ne jemi këtu për të forcuar, për të ndërtuar. Dhe çdo gjë që na ndodh në jetë nuk ndodh asgjë për të keqen tonë. Krijuesi asgjë nuk bën për të keqen njeriu. Gjithçka që bën për të mirën tonë. Por ne shpesh e fajsojmë krijuesin për gjërat që na ndodhin në jetë, themi s'patëm fat, me dënoj krijuesi, me ndeshkoj krijuesi, faktikisht asgjë nuk bën keq krijuesi për ne, vetëm gjërat më të mira që ekzistojnë, sepse ai din çfarë është për e mirë për ne, por vetëm ne me mendimet tona negative e dreqosim punën dhe e çojmë jetën tonë në një rrugë të pakthem ose në rrugë qorre. Çfarë janë mendimet pozitive dhe negative dhe kush i shkakton ato? Është thjesht, shpesh më pyesin njerëzit si të mendoj pozitivisht, a është lehtë mendoj pozitivisht ose negativisht? Është shumë thjesht, vetëm ne jemi vetdije dhe jemi emocion. Pra, ne jemi tredimensional. Jemi mendje, trup dhe shpirt. Që në gjuhën e shkencës quhet mendja është frekuencë, trupi është materia dhe shpirti është energji. Pra, ne jemi energji dhe
dhe njeriu jeton në dy dimensione, në dimensionin horizontal dhe dimensionin vertikal. Dimensioni horizontal është materia, pra trupi ynë dhe gjithçka që ne i shohim prekje me prekshmja, e pashmja. Ndërsa dimensioni vertikal është hyjnorja dhe ne jemi të lidhur pra me hyjnore. Pra mendja, shpirti është i lidhur me hyjnore dhe mendja është frekuencë e cila i balancon. Mendja është një mbretësues mes energjisë dhe mes materjes, pra mendja është mes energjisë dhe materjes, pra frekuencë. Dhe ne vendosim pastaj me cilën të bashkëpunojmë. Pra, kur ne bashkëpunojmë me materje, me emocion, atëherë ne ndërtojmë mendime negative. Dhe si ndërtojmë një mendim negativ? Njeriu brenda 24 orëve, këtë ka vërtetuar shkenca jon, percepton, përpunon mbi 60.000 mendime. Dhe fatkeqësisht 60% e tyre janë negative, sepse truri i njeriu është i krijuar për të vetë mbrojtur, nuk është i krijuar për të menduar, nuk është i krijuar për të dhënë ide. Pra truri vetëm percepton dhe truri kur është në vetë mbrojtje, gjasat shumë të mëdha pra janë 60% që ai të mendoj për gjëra negative sepse e friksojnë, pra e fusin në një terren të panjohur nga ku ai krijon frikë, nga ku ai krijon mbrojtje dhe mbrojtja domethënë bëhet kur diçka njeriu sheh përpara se është si frikë. Dhe të mendojmë negativisht ose pozitivisht ka shumë rëndësi sepse jeta jon, cilësia jetës son përcaktohet nga mendimet pozitive ose negative. Nëse ne i përçojmë trupit tonë, mendjes tonë, mendime negative, atëherë ne e bëjmë dëm vetes. Dhe në të kundërt kur ne mendojmë pozitivisht gjëra pozitive, kur ne i shohim edhe gjërat negative, sepse tash është pyetja çfarë është pozitive dhe çfarë është negative. Pra, ne jemi energji dhe energjia rrjedh natyrshëm, rrjedhshëm. Në momentin kur ne energjisë i bëjmë rezistencë, ajo kthehet në emocion. Dhe sa më fort rezistenca, sa më madh emocioni. Pastaj dhimbja për shembull një emocion shumë i rënd për shkak se ne i bëjmë rezistencë. Ne për shembull kemi dhimbje të mëdha kur na vdes dikush i afërm. Pse? Sepse ne mendojmë se ne duhet vuajmë, ne duhet çajmë, ne duhet ta dëmtojmë veten sepse na ka vdekur dikush i yni. Faktikisht ne jemi qenie njerëzor që do të vdesim të gjithë. Nuk është dikush që do të shpëtojë nga vdekja. Prandaj ne duhet ta kuptojmë fillimisht se nuk është vetëm personi që na ka vdekur neve, por do të vdesim edhe ne. Dhe ne nuk mërzitemi për shkak se na vdes dikush i yni, por mërzitemi për shkak se ai ka jetuar me ne. Pra ai ka qenë me ne, ka bashkëjetuar me ne dhe ne prandaj kemi këtë mërzi. Dhe si ta menaxhojmë emocionin negativ, tek mendimet negative. Emocioni ka për qëllim e ka një trajektorë ngritje, zhvillim dhe rënje. Dhe sa më shumë që ne i bëjmë rezistencë, ai sa më shumë ka kohën e gjatë dhe sa më shumë na bën dëm. Dhe vedia e lartë e përballon, domthonë e përpunon dhe e largon emocionin negativ. Ndërsa vedia ult identifikohet me të dhe neve na shkakton të lashë. Pra ne mund të themi se një emocion negativ është vetëm kur çajmë ose kur mërzitemi, por ne nuk e dimë se çfarë shkakton brenda nesh. Miliarda qeliza të ne nga një emocion negativ rëndohen, shkatrohen. Keni por raste kur ka pas dikush që ka vdekur, dikush i afër me familjes, brenda javës është thinjur, është plakur, pra sepse ai ka përquar emocione, ndjenja negative në trupin e vet dhe trupi s'ka mund të përballoj, prandaj në vetë mbrojtje është dashur të shkatrojë shumë qeliza. Dhe ai është plakur, është rrudhur, është thinjur, pra kjo është pesha rëndësia negative, mendime negative dhe rëndësia e pozitive, mendime pozitive. Atëherë ndërum ku lëndohet njeriu? Njeriu lëndohet kur dëshiron të lëndohet. Nëse ne lëndojmë për diçka, na diçka ka shumë gjatë që është e vërtetë. Pra ne lëndohemi kur ne mendojmë se është e vërtetë, kur neve si themi në popull na vran diçka. Pra ne lëndimin një vedi e lartë shumë lehtë e përballon një lëndim. Ta zëm dikush na lëndon. Tash e kemi dy veprime, nga emocioni dhe nga arsyeja. Arsyeja thot, ky person më lëndoi, prit ta analizoj. Ky person mund të ketë ndonjë problem të vetëm, ky person mund të ketë ndonjë problem familjar, ky person mund të ketë të lashe shëndetësore, ky person mund të ketë grupa të brendshme sepse ne gjithë kemi grupa. Prandaj është mirë të mos reagoj sikurse ky, sepse nëse unë reagoj me një lëndim sikurse ky, atëherë bie në nivelin e tij. Prandaj duhet ta kuptoj dhe ta mirë kuptoj. Dhe e kalon ai emocion negativ, ai lëndim dhe ne jemi të palënduar, pa prekur. Ndërsa emocioni nën vedia ose subkonscienca thotë ky më lëndoi, atëherë pse më lëndoi, kush është ky që më lëndoi, duhet edhe t'ia kthejmë të njëjtën monedhë. Prandaj ne bim në nivel me të dhe mos mund ta akuzojmë sepse automatikisht ne nëse bim në nivel me një tjetër, ne jemi të njëjtë si ai. Pra ndonjëherë themi që lëndohemi pa pritmas nga disa persona, qoftë të afërt të zemrës ose të afërt të familjes, që lëndohemi. Në këtë rast ne nuk donim që të lëndohemi nga ata ose nga ato. Po na lënduan, na tratuan, na harruan, na zhgënjyen. Faktikisht personat që na zhgënjejnë, personat që na tratojnë, personat që na punojnë pas shpine, nuk është faji i tyre. Është faji ynë, është faji i ignorancës tonë, sepse ne kemi besuar aq shumë saqë lëndimi është aq i madh. Pra kur ne i besojmë një personi shumë dhe lëndohemi nga ai, është lëndimi shumë më i madh, sesa nga një person që ne nuk i besojmë shumë, që ne nuk i hatrohemi shumë.
Prandaj në familje sigurisht që është ndihmë më e madhe sepse në familje askush nuk e pret që ta lëndoj baba, nana, vllai, motra. Prandaj është ndihmë shumë e madhe sepse ne gjithëherë e kemi llogaritur, e kemi futur në mendjen tonë që ky person nuk bën të na lëndoj. Prandaj lëndimi është edhe zhgënimi gjithashtu. Kur janë pritjet e mëdha, zhgënimi është më i madh. Këtë e di secili, pra sa më i madh, sa më të mëdha pritjet, aq më i madh është zhgënimi. Prandaj ne duhet gjithçka me rezerva, duhet punojmë me mendje, jo me emocion, sepse tash edhe më herët emocioni nuk është pjesë e vetdijes, emocioni është pjesë e trupit. Kur duhet të heshtim, sepse në shumë raste nuk mund ta përballojmë atë padrejtësinë ose këtë rast lëndimin dhe nuk heshtim pas sa momenti që flasmi, dalim nga vetja dhe na kushton mos heshtja jonë. Heshtja është në fakt gjuma më e përsusur. Po jo gjithë të posëdojnë. Gjuma më e përsusur është heshtja, sepse nëse ne heshtim përballë një padrejtësie, përballë një personi që na shkakton dhimbje, atëherë ose na shkakton ndonjë emocion negativ, atëherë ne atij që i përçojmë mesazh se ai nuk kishte të drejtë pse ai na ka lënduar dhe heshtja nuk do të thotë se ne po dobësohemi, heshtja nuk do të thotë se ne po pajtohemi, heshtja do të thotë se ne po e mbrojmë veten, ne po sepse heshtja fillimisht e mbron veten, ne mbrohemi kur heshtim ne qetësohemi, domthonë shpirtin tonë qetësojmë. E heshtim, nuk do të thotë se ne jemi dobësuar, nuk do të thotë se ne jemi për ulur, kjo do të thotë se ne jemi rritur. Pra heshtja është rritje, është ngritje personale. Prandaj lumaj që e ka heshtin. Kush e ka heshtin e ka dhe Zotin me vete. Po jo çdo kush mund të hesht. Sigurisht çdo person ka individualitetin e vet, ka personalitetin e vet dhe nuk mund të hesht, mirë po ai e bart përgjegjësinë për veprimin e vet. Pra secili bartëm përgjegjësinë për veprimet tona, për atë që e bëjmë dhe për atë që s'e bëjmë, sepse ne shpesh marrim përgjegjësi edhe kur s'bëjmë, jo veprimet, jo vetëm kur bëjmë. Pra ne kemi përgjegjësi edhe të veprojmë edhe të mos veprojmë. Dhe heshtja është mos veprojmë i duhur në këtë rast. A dim ose sa mundemi të menaxhojmë situatat e palakmueshme që ndodhin në jetën tonë? Aq sa ne jemi të zhvilluar personalisht, ne mund të menaxhojmë situatat, sepse ne jemi për të menaxhuar ato, jo ato neve. As problemet nuk janë të krijuar për të menaxhuar neve, por ne për të menaxhuar ato. Pra s'ka njeri pa probleme, s'ka njeri pa situata të padëshueshme, s'ka njeri pa sfida, por njeri është i krijuar për të menaxhuar ato, për të përballuar ato. Dhe ata persona që s'mund të menaxhojnë këto, ata binë viktimë. Dhe gjithë rrugtimi i ynë është që ne të zhvillojmë dhe të mos jemi viktimë e veprimeve tona, sepse atë i bie që ne po punojmë kundër nesh. A duhet të lëndohemi nëse dikush na tradhton? Tash edhe më herët, lëndimi është emocion që s'mund ta kalojmë. Pra, shoqëri Zotit që na ka lënë, Zoti me emocion na ka pajisur, na ka armatosur me emocion sepse ne jemi njerëz. Nëse do të kishim ne emocione, nëse do të ndoshim, nëse do të zgënjeshim, atë do të ishim si robot. Po prandaj shoqërisht si jemi robot. Kemi edhe emocionin. Kemi edhe emocionin. Emocioni e ka fuqinë e vet, e ka rolin e vet. Kur gëzohemi, pra është një emocion i mirë që i përçojmë miliarda çeliza i buzëqeshit, i gëzojmë kur ne qeshim, kur kemi një gëzim dhe bëjmë të kundërtën kur kemi një edhrim. Por gjithçka para pa çdo emocioni, që lëndimi është emocion, duhet të jetë një vetdije e lartë e cila ja përcakton, ja tregon kufit deri ku mund ta shtrijë pushtetin një emocion. Pra një trajektorë ngritje, zhvillim dhe rënje. Jo zhvillim pa. Keni pa njerëz të vuajnë me javë të tëra, me muaj të tërë. Çfarë bëjnë? Fillimisht nëse mendojmë çfarë na bën vujtja, a na ndreq, ta zëm nëse vuajmë për një person që është ndarë nga jeta. Vujtja jonë, a kthen atë në jetë? Jo. Dhe çfarë duhet bëjmë? Ne duhet ta marrim si gjë pozitive. Pra, vdekja është mësuesja më e mirë e jetës, nëse mund ta kuptojmë, sepse nga vdekja dikujt tjetër ne kuptojmë se çfarë rëndësie ka jeta. Pra në jetë tonë do të bëjmë kontraste. Çfarë rëndësie ka gëzimi nëse nuk do të kishte hedhrim? Do të kishte asnjë vlerë. Çfarë vlerë do të kishte hëna nëse s'ka rësirë? Asnjë vlerë, do dukej. Çfarë vlerë do të kishte nxehtit nëse do të ishte ftohtit? Pra gjithçka ka kontrastin e vet kur ne duhet të ja dim vlerën secilës duke e bërë kontrastin, edhe gëzimi, hedhrimi, edhe drita e errësira. Pra gjithçka e ka kontrastin e vet dhe ne duhet të përfitojmë. Kur vdes dikush, ne duhet të përfitojmë nga vdekja e tij, sepse ne çdo njeri të paktën një herë në vit është mirë të vizitoj 3 vende. Të vizitoj varrezat, të vizitoj spitalin dhe të vizitoj varrezat, spitalin dhe vendin të më kujtohet. Ndoshta më kujtohet gjatë. Duhet të vizitoj varrezat për shkak se ne jemi gjallë, ne po frymojmë, ne po ekzistojmë. Kjo është pastoria jona. Duhet të vizitoj spitalin sepse t'ja dim vlerën shëndetit tonë. Pra, se ne nuk e dim vlerën shëndetit tonë derisa ne smuremi. Pastaj na bie në mend se çfarë është shëndeti. Dhe burgun sa harruam. Dhe ta vizitojmë burgun, ta dim vlerën e lirisë që kemi jashtë, që gëzojmë jashtë.
të rrim një ditë, një natë në burg, jo ta vizitojmë, por ta shijojmë një natë në burg. Është mirë të rrim një natë në burg, ta shijojmë qenit i burgosur dhe mandej t'ia dim vlerën e lirisë. Dhe këto të gjëra dhe nga vdekja, pra ne mund të përfitojmë shumë sepse sikur na thot dikush se keni jetë edhe 10 ditë, çfarë do të bëni ne? Gjithë personat që ne i urrejmë do të na dukshin njerëz të mirë, të afërt, do të përqafojmë sepse është një ditë e fundit, një moment të fundit. Gjitha ushqimet që ne nuk i ham, do të na dukshin të shishme, sepse janë ushqimet të fundit. Prandaj ne do të llogarisim që sot është dita e fundit e jona dhe duhet t'i duam njerëzit ashtu siç janë. Jo siç duam ne, ose jo siç do të donim ne të ishin, por ashtu siç janë. Jo t'i shohim si trupa fizik, por t'i shohim si shpirtra, sepse ne jemi shpirtra. Në trupi ynë, ne nuk kemi trup me shpirt, por jemi shpirt me trup. Pra, fillimisht është ndërtuar shpirti pastaj trupi. Dhe kur ne i duam njerëzit, kur ne i duam gjithë, atëherë ne i dim çfarë është vlera e jetës, të qenit gjallë, sepse ne gjithë do të vdesim, por më rëndësi është si jetojmë. S'ka rëndësi, nuk ka rëndësi se shumë njerëz vuajnë nga frika se çfarë do të ndodhë në botën e përtejme, pa shijuar këtë botë. Pra, Zoti nuk na ka krijuar të mos e shijojmë këtë botë. Ai na ka krijuar ta shijojmë këtë botë dhe nga këtë botë ndërtojmë virtyte që të jemi edhe në botën tjetër, të jemi të vërtetshëm. A duhet të falim njëkohësisht, a duhet të kërkojmë faljen ne? Ndoshta problemi më i madh, nëse mund na më thoni shqiptarëve, është që i kam problem me kërku falje dikona. Të paktën në shpindimin mund ta kem gabill. Po jo, keni të drejtë sepse egoja është armiku i njeriut, egoja është vetë djalli i veshur me lëkurën e njeriut. Pra ne nuk kemi armiq të jashtëm, ne kemi armiq të brendshëm dhe tek falja dhe kërkim falja janë dy gjëra që ne duhet t'i praktikojmë, duhet t'i përçojmë tek të tjerët. Çfarë ndodh nëse neve na zhgënjen dikush? Çfarë bëjmë inat? Çfarë ndodh nëse na kafshon gjarpri? Çfarë ndodh nëse na kafshon gjarpri? A do ta ndjekim gjarprin apo do të ndalim të heqim helmin nga këmba? Do të heqim helmin. Prandaj, kjo është urrëtia. Ne nëse dikush na urren, nëse dikush na ka bën një faj, një tradhti, një prapashpine, ne duhet ta falim, sepse ndoshta ai se meriton ta falim, por e meriton shpirti jon, e meriton qetësia shpirtërore. Nëse është mirë që ta thasim takim dhe t'i themi ta kam fal. Ta kam fal. Nëse egoja s'na lën ta takojmë, mund ta thrasim telefon. Nëse s'mund ta thrasim telefon, mund t'i çojmë një mesazh. Nëse asgjë s'bën punë, s'kemi fuqi, s'kemi forcë sepse kemi natë madh, kemi orë të mëdha, atëherë mund të hyjmë në një dhomë dhe ta thejmë me zë, kur s'na dëgjon kush, ta kam fal. Nëse asgjë s'bën punë ose s'mundemi, atëherë themi heqni me buzë. Nëse asgjë s'mundet, atëherë e ndjejmë, përjetojmë, e mendojmë. Pra, momentin që ti e përjeton që e ke falur, atë ti çon informacione, çon emocione pozitive trupit dhe shpirtit, qetësohet, shpirti lirohet. Pra, kërkim falja dhe falja nuk kanë bëjnë me personin tjetër, por kanë bëjnë me shpirtin tonë. Pra, ne meritojmë qetësi shpirtërore dhe ne s'mund të jemi të qetë, ne s'mund të kemi qetësi shpirtërore as dashuri shpirtërore, sepse ne kur s'falim ne nuk e duam veten, përderisa ne kemi persona që i urrejmë, përderisa ne kemi persona që si kërkojmë falje ose që nuk i falim. Edhe kërkim falja është e njëjta gjë. Nëse ne kërkojmë falje nuk do të thotë që ne e kemi pranuar gabimin, nëse kërkojmë falje nuk do të thotë që ne jemi dorëzuar, nëse kërkojmë falje nuk do të thotë që ai ka pasur të drejtë, por kjo do të thotë se ne po ngritemi, po zhvillohemi, jemi në një ose disa nivele më lart. Dhe mos kërkimi i faljes shpesh ndodh që konflikti të zgjerohet, problemet të zgjerohen dhe njëkohësisht familjet, shoqëria, rrethi, madje edhe çiftet të shkatërrohen për shkak të një mos kërkim falje që është shumë e lehtë nëse mund të themi. Saktë, një kërkim falje e vogël, një mos kërkim falje e vogël mund të shkaktojë një problem të madh. Ne kemi pasur rastin në informacionet vendore që për 20 euro janë vrarë njerëzit. Nuk është që janë vrarë për 20 për shumë 20 euro, por ajo ka qenë shkas që kanë hyrë në debat, kanë hyrë në konflikt verbal dhe pastaj konflikt fizik dhe ka ardhur drejt vrasja njëri ose tjetër. Pra, shikoni për një kërkim falje të vogël, për një më fal ose për një ta fola. Shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë, që është shumë e lehtë me thonë. Dalim tek vuajtja, pse vuajmë, meqense nëse mund të themi çdo i dyti shqiptar vuan. Do të se kemi cek disa nga pikat, por si pyetje parë, pse vuajmë? Njeriu është i krijuar për të sfiduar në jetë. Është i krijuar për të vuajtur. Është i krijuar për të hequr, si themi ne, për të hequr zitë e ullirit. Është i krijuar për të pasur sfida të mëdha. Dhe gjitha këto jo për të dobësuar, por për të forcuar. Ne ndërtohemi, çdo vujtje jona, çdo sfidë jona, çdo problem në jetë na forcon, nuk na dobëson. Pra ne ta marrim si themi si gur që e vendosim në kështjell, në gur në kala. Pra ne nuk duhet të dorëzohemi përballë problemeve tona, përballë vujtjeve tona, përballë sfidave tona, sepse Zoti na ka krijuar që
të përballemi me to, sepse anija është shumë më e sigurt kur ndërtohet trin në port, por është ndërtuar për të ndëruar, për të bërë ballë shtërive, të bërë ballë valeve, erave, pra njeriu është i krijuar për të bërë ballë gjitha këtyre stojive, vuajtjeve, sfidave, problemeve dhe kur themi problemeve, asnjë problem nuk ekziston problem që në bërthamën e tij nuk e ka zgjidhjen, vetëm duhet ta zgjidhim. Dhe fakti që ne ankohemi në probleme, në vujtje, është sepse kur ne krijuesi na mbyll një derë, ai na hap disa të tjera. Por problemi është se ne nuk fokusohemi tek dyert e hapura, por fokusohemi tek dera e mbyllur. Pra ne ankohemi fokusin e kemi tek problemi, jo tek zgjidhja. Prandaj kemi të lashë, prandaj e vuajmë sepse vujtjet shkaktojnë për shkak të problemeve, nuk shkaktojnë kot, nuk vijnë kot. Dhe ne njeriu është i krijuar për të zgjidhur problemet, për të zgjidhur vujtjet. Gjithçka ka zgjidhje, sa ka numra aq ka zgjidhje. Vuajmë kur humbasim atë që duam. Pra humbasim atë që duam në kuptimin familjar, por atë në partner, e humbim të gjallë, e humbim të vdekur. Fillimisht ne duhet ta kuptojmë që partneri ynë nuk është pronë jona. Pra partneri ynë është një person me cilin ne kemi zgjedhur të bashkëjetojmë, të krijojmë familje, të jetojmë gjatë gjithë jetës bashkë ose në një kohë të caktuar. Dhe në momentin kur ne e trajtojmë partnerin si pronë tonë, atëherë ne nuk kemi liri. Pra liria jonë e vërtet fillon, ndërtohet, fillon gjenezën kur ne kuptojmë se asgjë dhe askush nuk na takon neve dhe askujt dhe asgjë nuk i takojmë ne. Pra kur jemi të lirë, kjo është liria vetë, kur ti e din që si askujt dhe askush s'është i yti. Kjo është liria vetë, këtu fillon liria vetë dhe asgjë s'është e jotja. Kjo dëshmia më e mirë se asgjë dhe askush na përket është kur ne vdesim. Asgjë s'marrim me vete. Pra kjo nëse nisim nga ky parim, ne shumë në jetë s'kemi pas asnjëherë problem. Prandaj tek partnerët ndarja nuk është fundi i botës. Është një zhvillim që ndodh një paqartësi, një keq kuptim, një mosmarrveshje, fundit një ftoje. Askush nuk garanton, në gjithë themi në fillim lidhet çiftet e reja, të dua më don, ti je jeta ime, unë jam jeta jote. Ne duhet ta kuptojmë se ne nuk kemi gjysma e partnerit, sepse shpesh nëpër poezi, nëpër dëgjoj pa ty s'kam jetë, që i bie, ti ke humbë vlerën tënde. Kur i thu partnerit ti, unë jam gjysma jote, ose pa ty s'kam jetë, ti jep fuqi, jep armën, çaj të vras kur doj si doj. Prandaj partnerin respektoj, duaj, por partneri është një i tërë. Ne jemi dy të tëra, jo dy gjysma, sepse kur bën dy gjysma atëherë nëse ndahet, jesin dy gjysma. Prandaj ne asgjë s'humbim kur nuk e kemi partnerin më, përveç se kthehemi në gjenerin tonë, kthehemi në qenin tonë të vërtet. Dhe kur ne kuptojmë se ne jemi të vërtet, atëherë edhe partneri e kupton se është i vërtet, atëherë ne kuptojmë që ne jemi çift, pra çift, vetë fjala çift kupton dy të tëra, nuk është një, po janë dy. Dhe ne atëherë ato është lidhja më fort kur e respektojmë këtë ndërlidhje, këtë relacion. Por shpesh dëgjojmë që mund ta them me gjuhë, me gojë, por nuk po thot dot zemra. Kjo është hipokrizi. Është trekënd që mendje, trup, shpirt, nëse diçka e thua, nëse nuk e ndjen, nëse nuk e përjeton dhe nëse nuk e mendon, por e thua atë goja, atëherë kjo është hipokrizi. Pra thua diçka që ti as vetë nuk i beson. Prandaj sa që flasim duhet të lidhim këtë trekënd. Kjo është trekënd magjik, mendje, trup, shpirt. Kjo është që na ka dhuruar krijuesi dhe nëse nisemi nga kjo, pra atë që e themi, a mendojmë faktikisht atë që e themi, a ndjejmë, a i besojmë. Dhe nëse ne i themi diçka ndryshe, e mendojmë diçka ndryshe dhe e ndjejmë ndryshe, atëherë ne jemi hipokrit. Dhe qëllimi është i zhvillimit personazh që të largohemi nga hipokrizia, sepse gjithë jemi hipokrit derisa të vetëdijsojmë për hipokrizi. Gjithë jemi të pavetëdijshëm derisa të vetëdijsojmë. Dhe kur vetëdijsojmë në momentin kur ne e kuptojmë që jemi të pavetëdijshëm. Pra, kur ne e dimë që s'dim, atëherë ne jemi në rrugën e drejtë të dijes. Vuajmë gjithashtu edhe nga zhgënimi dhe thyrja besimit. Vuajmë edhe nga pritjet e tepërta. Nëse dikush kërkohet një kohë e gjatë për ta fituar besimin e dikujt, dhe një kohë shumë e shkurt, një moment shumë e shkurt për të thyer besimin. Dhe pastaj kërkohet një jetë të tërë për ta rikuperuar, për ta rikthyer besimin. Pra nëse neve na beson dikush, na zhgënjen dikush dhe kemi besuar një kohë të gjatë, atëherë është një thyrje shumë e rëndë që kërkon një jetë të tërë për të rikthyer ai besim. Por ne duhet gjithmonë të punojmë me vetdije, jo me emocion, sepse vetdia e kupton, vetdia e din që ai personi të cilin ne kemi besuar shumë, ai mund të na trajtojë gjatë rrugës. Emocioni si beson, emocionet me sy mbyllur, njerëzit duan me sy mbyllur, por dashuria nuk është arsye, dashuria është emocion.
Prandaj njerëzit kanë të lashën dashuri, sepse lidhen me emocion, po më pëlqen, po të pëlqej, kam emocione, kam kështu dhe pastaj kur vjen në shprehje arsyeja, dalin të tjerë që s'kan ngjashmëri me lidhet me çiftet mes vetë. Keni në fillim çiftet gjithçka përputhen në fillim. Pse? Sepse janë të shtyrë, janë të tërhequr nga emocionet. Por gjatë rrugës fillon më ngrit vedia edhe njëri partner dhe tjetër dhe pastaj fillojnë që pas ka mangësi, pas ka tmeta. Por çfarë është? Në çift, në bashkësi, ne nuk duhet të kapemi për tmeta të tjetër, por duhet të kapemi për pikat e forta. Aty ku ka pikat e forta, dobta të forcohen dhe aty ku ka të forta të bëhen edhe më të forta. Pra, është dobësia jona nëse ne kapim pas dobësive të tjetrit, sepse automatikisht nëse neve na pengon diçka e huaja, ajo e met faktikisht nuk është atje, është tek ne. Dhe nëse ne shohim diçka të bukur jashtë, ajo e bukur nuk është jashtë, është brenda ne, sepse është gjithçka e jashtme, gjithësi jashtme është reflektim i së brendshmes. Dhe krejt esenca e njeriut është brenda nesh, si dhërimi, si gëzimi, gjithçka që bëjmë në jetë, po të nisim nga vetja, do të bënim mrekulli, do të bënim gjithçka. Por fakti që nisim nga jashtë, pra mendojmë që gjithçka nga jashtë na plotëson neve, atëherë gjërat e brendshme nuk plotësohen nga jashtë. Materiali nuk e plotëson shpirtërorin asnjëherë. Asnjëherë material se plotëson shpirtërorin. Pra thamë që vuajmë edhe nga pritjet e tepërta ose pritjet e gjata. Po, sa më të gjata pritjet, vujtin më të mëdha, sepse është egoja patologjike. Sepse gjithë kemi një ego, dhe lufta më e madhe e njeriut është për ta luftuar egon, atë armikun e brendshëm. Sa më e lartë vedia, aq më e dobët është egoja dhe e kundërta, është ajo peshorja. Sa më e ulët vedia, egoja është më e madhe dhe egoja ka dëshirë që vedia të jetë më e ulët, sepse ka dëshirë të dominojë egoja. Gjithçka që ne bëjmë që s'na pëlqen masanej neve, që ne pendohemi që kemi bërë, faktikisht ajo gjë nuk ka qenë e june, ka qenë e egos. Dhe ne duhet ta falim veten. Pra për gjërat që kemi bërë në kaluar gabim, ne duhet ta falim veten. Dhe egoja është ajo që neve na bën të vuajmë. Pra egoja thotë vuaj sepse ti meriton të vuash. Pra egoja patologjike thotë vuaj sepse ti meriton të vuash. Pra edhe nëse ti ta zëm ke një dhimbje gjatë orarit punës dhe ti dëshiron që ta vazhdosh punën, përkundrazi që ti s'mund të qëndrosh me atë dhimbje. Egoja të durojë dhimbjen sepse ti meriton të durosh dhimbjen. Prandaj ne duhet kemi shumë kujdes me egon, sepse egoja është armiku i brendshëm që na ndjek pas kudo që shkojmë. Pajtoheni me atë që nuk janë pritje të gjata nëse fundi i tyre është i bukur. Po, asnjë rrugë nuk është e gjatë nëse në fund të saj pret diçka e bukur. Pra dhe kur pret e bukur, kur ti nuk dorëzohesh gjatë rrugës. Pra ne nuk dështojmë kur dështojmë, por ne dështojmë kur dorëzohemi. Pra, kur dorëzohemi ne, pse dorëzohemi sepse gjëja më e lehtë është të dorëzohemi, sepse rrugtimi është më i vështirë dhe personat qyqar zgjedhin dorëzimin dhe pastaj në dorëzim ata falimentojnë dhe pastaj fajsojnë persona, fajsojnë rrethona, fajsojnë disa shkojnë edhe më lart, fajsojnë krijuesin që ai ma bëri këtë dështim, pra gjithçka që neve na ndodh negative është për shkak tonin, asgjë s'është për shkak të tjerëve. Vuajmë edhe nga frika e së panjohurës, vuajmë nga mungesa e vetë dashurisë. Po, sakt. Kur ne nuk e duam veten, ne nuk e respektojmë veten. Kur ne nuk e respektojmë veten. Vuajmë për dikën dhe bie që se duam veten? Po. Pse ne duam veten, por dëshirojmë ta kemi dikën bashkë. Jo, ti dëshiron, po dëshira jote mund të mos jetë dëshira jote, mund të jetë dëshira egos. Se e thamë më herët, është egos. Nëse ti dëshiron, nëse ti vuan hyn kredi dhe blen një Lamborghini 200.000 euro, ajo dëshirë s'është e jotja, është dëshira egos tonë, dhe ti do të vuash gjithë jetën për ta paguar atë makinë. Pra, çdo dëshirë për te mundësive tona është dëshirë e egos sonë, nuk është dëshirë jona. Dhe ne vuajmë për gjëra të ndryshme. Pra kemi një sër arsyesh për të vuajtur, sepse gjitha janë pjesë e egos. Egoja dëshon na bët nevojë dhe egoja nuk na lën në të tashmen, por na çon edhe në të kaluarën, edhe në të ardhmen, që faktikisht nuk ekzistojnë asnjëra, vetëm e tashmen ekziston. Po tek e panjohura? E panjohura është terreni i panjohur ku neve na fut në frikë. Gjithçka është neofobia quhet kjo. Neofobia kur njeriu nuk guxon të bëjë diçka të re sepse mendon që do të ndeshkohet, do të dështoj. Dhe kjo krijon frikë automatikisht. Se ne friksohemi, asnjëherë nuk friksohemi për dje. Ne friksohemi gjithashtu për të ardhmen, për diçka që ndodh, për diçka që mund të ndodh ose për diçka që ne mendojmë se do të ndodh. Ne friksohemi shpesh edhe për gjëra që nuk ndodhin kurrë. Mbi 90% e gjërave në jetë që ne friksohemi nuk ndodhin kurrë. Por egoja na thotë që të friksohemi të kemi pasaj në mendje. Po, friksohet, sepse egoja e ka mentalitetin e vet që ne duhet ta luftojmë. Për luftën më të madhe kemi me egon ton, me askën tjetër. Vuajmë se po rritemi. Po. Është kjo sepse në shoqërinë tonë ne shpesh kemi edhe paragjykime që kur rritemi ne humbim miq. Faktikisht në rrugën e zhvillimit personal do të humbësh miq, do të humbësh koleg, do të largohen njerëzit sepse është çështje frekuencash. Largohen për shkak të xhelozisë? Jo për shkak se mos përputhjes së frekuencave.
Është e njëjta, është ligji universal, është njëjta tërheq të njëjtën. Pra, nëse ti ngritesh një shkallës, disa shkallë më larg, shoqëria jote që ishin në shkallën e mëparshme nuk do të kenë dëshirë të rrinë me ty sepse nuk përputhet energjia, nuk përputhet frekuenca dhe ti nuk do të kesh leverdi të rish me ta. Prandaj ti do të largohesh në mënyrë graduale ose në mënyrë të shpejtë, sepse ti je ngritur më lart. Po thuaj që ta imponon në një formë? Jo ta imponon, s'është imponim, sepse imponimi është dhunë. Mos ta përdorim fjalën imponim, sepse çdo imponim është dhunë. Diçka më but. Më but, po. Është ngritje, është përndritje jotja. Pra ti kur përndrit, kur zhdukesh kur largohesh nga, sepse shpesh do të thënë shoqëria je tërhequr, faktikisht ti nuk je tërhequr, ti je tërhequr vertikal, jo horizontal. Ti ke bërë një ngritje. Pra në turmë, ke po, nëse hyn turmë, nuk sheh asgjë vetëm kokat e turmës njerëzve. Nëse hyp një shkallë më lart, atëherë ti shet gjithë. I shet gjithë. Pra, është kur ngritesh një shkallë më larg ose disa shkallë më larg, ti je i përndritur, shkon drejt perfeksionit dhe pastaj njerëzit që kanë qenë me ty në nivelin tënd, po thënë nivelin intelektual, për nivelin e energjisë, nivelin e përputhjes së emocioneve, atëherë ti je më lart dhe ata do të ndihen keq me ty sepse nuk kanë çfarë të flasin me ty, nuk lidh asgjë më. Zhduket dëshira. Dhe para ato gjatë jetës ndrojmë shoqëri të ndryshme, për shkak të angazhimeve të zhvillimit, do të thotë kemi shoqërinë e fëmijërisë, pastaj shkollës fillore të mesme, fakultetit, punëve që ndrojmë, po bie që shoqëria e fëmijërisë, shoqëria e shkollës mesme, shoqëria e fakultetit, ajo është shoqëria e emocioneve, që të lidhet me emocion. Ajo nuk është në shprehje. Ka raste që ke një shok të shkollës fillore e mon ende kontakt. E mon ende sepse të lidh e kaluara me ta, por nuk lidh asgjë me tani. Por shoqëria, dëgjoj, në jetë nuk mund të kesh shumë shok. Pse? Pse s'mund të kesh shumë shok, sepse nëse një person thotë unë kam gjithë shok, ai nuk e ka faktikisht asnjë, sepse ti nuk ke qëndrim tënd, ti i pajtohesh me të gjithë. Nëse ti pajtohesh me gjithë shoqërinë tonë, me gjithë kolegët këtu, atëherë ti s'ki qëndrim tënd, s'ki fjalë tënde, s'ki vendim tonë dhe ti jep faktikisht inekzistent. Dhe ti pajtohesh me gjithçka. Kur pajtohesh me gjithçka, njeriu s'është i krijuar për të pajtuar me gjithçka. Njeriu është i krijuar për të dhënë qëndrimin e vet, mendimin e vet. Ka shok të vërtet? Mund të ketë një ose dy maksimum. Dhe shoku i vërtet është kur ti je në gjendje më të vështirë. Ato është shihet shoku i vërtet. Jo kur ti ke gëzim, jo kur ti ke dasëm, por kur ti ke vujtje. Dhe personi i parë nëse dëgjon që ti ke një vujtje, ke një dhimbje, ke një smundje ose ke një vujtje në familje, ke një pikëllim, ke një dhënim, dhe personi i parë që tret në telefon ose të vjen, ai është shoku yt. Materializmi po prish shoqërinë? Materializmi nuk e prish shoqërinë, e prish ignorancën e njeriu. Nuk prishet. Që i bie? Dëgjoj, që i bie, njeriu nuk e prish paraja, nuk e prish materialja. Nëse njeriu ka qenë i mirë, është i mirë, paraja vetëm sa ja forcon karakterin. Pra paraja pasonia nuk e dobëson, nuk e prish karakterin. Si themi ne, ky ka qenë njëri i mirë, po tash ka bëu parë edhe u prish. Jo. Paraja, pasonia e forcon karakterin. Nëse ke qenë njëri i mirë, do të bësh edhe më mirë. Nëse ke qenë njëri i poshtër, do të bësh edhe më i poshtër. Nëse ke qenë koprac, do të bësh edhe më koprac. Ne kemi raste shumë që njerëzit janë miliardierë, po një kafe sta qet. Pse? Sepse ai është në shpirt. Dëgjoj, pasonia nuk është jashtë. Pasonia është brenda. Pra ne duhet ndihemi brenda të posur, jo jashtë, sepse ne para se me qenë të pasur duhet të kemi mentalitet të pasur, mentalitet bollekut. Se ti mund ndihesh mirë edhe me 10 euro në xhep, po mund mos ndihesh mirë edhe me 10.000 euro në xhep. Prandaj pasonia, materialja e jashtme nuk është asnjëherë nuk e përcakton lirinë e brendshme, as pasurinë e brendshme. Ne jemi të pasur shpirtërisht, pra nëse mungon pasuria shpirtërore, asgjë jashtme nuk na përmbush. Dhe problemi është që ne mendojmë ato që kemi mungesa të brenda, mendojmë ti plotësojmë me gjërat e jashtme. Keni gjatë historisë njerëzit për shkak të famës, për shkak kanë bërë operacione ndryshme. Pra kanë bërë operacione miliona euro të shtrenjta për të dukur, për ta plotësuar një dëshirë të brendshme. Por a ka arritur atë? Kemi rastin e ish yllit pop amerikan Michael Jackson. Ai ka bërë qindra operacione sepse ka dëshirë të duket aq që s'është. Dhe në momentin kur ti mundon dukesh aq që si, atë ti nuk je as aq që je. Dhe çfarë ndodhi? Vin problemet që ka pas. Problemet ai miliarda njerëz të tjerë që kanë kësi të lashe për shkak se mendojnë që pasuria shpirtërore është jashtë. Jo, ajo kultivohet brenda dhe nëse nuk e kemi brenda jashtë asnjë s'mund ta kompensojmë. Me që jemi ka fundi, bamirësia virtyt apo nevojë për kompensim është problem? Bamirësia tek ne shqiptarët gjithmonë kanë qenë ndër shekuj dhe shoqëri që ende kjo s'ka humbur, është ende aktive, por bamirësia duhet të jetë e vërtetshme. Nëse ne i bëjmë mirë dikujt, ne nuk duhet i bëjmë mirë asnjëherë me shpresë të shpërblimit. Është njësoj, atë ka ndodhur një lemosh kërkuesin rrugë të qet 50 cent. I qet 50 cent, i qet 1 euro. Pra ti asnjë pritje se ke nga ai. Dhe ne vetëm atëherë kur bëjmë mirë, pa shpresën e shpërblimit
dhe pa frikën e ndëshkimit, atëherë ajo është bamirësi e vërtetshme. Çdo bamirësi tjetër që s'është fisnike ka një përpavi pas dhe ka një problem. Njerëzit shpesh thonë i kam ndihmuar, por s'ma ka kthyer ndihmën. Jo, kur ne ndihmojmë popullit thotë bëjnë një të mirë dhe hodhen det. Pra s'ka më pritje. Nëse ti pret, atëherë ose edhe në momentin që ty mendja të shkon, thua pi ndihmoj këtij se Zoti më shpërblen, prapë ti bën me kusht. Ti s'ke nevojë të thuash Zoti më shpërblen. Zoti merret me këtë çë. Dhe faktikisht ne kur bëjmë mirë, sigurisht ka ndodhur në jetë të bësh mirë, është një ndjenjë mirë aty për aty. Dhe kjo është shpërblimi i parë që na vjen nga krijuesi. Pra kjo është shpërblimi i parë që ne një ndjenjë mirë, ne nuk e dim sa është një ilaç për trupin tonë, për shpirtin tonë që ne se kuptojmë, se dim, sepse nuk e dim çfarë ndodh brenda nesh. Por ai ndodh. Pra shpërblimi i parë është kur ne ndjehemi mirë. Pastaj shpërblimet e tjera nuk vijnë nga personi i njëjtë, as nga rrethona të njëjtë, vijnë nga persona të ndryshëm, vijnë nga rrethona të ndryshme, vijnë nga kohë të ndryshme. Dhe për këtë kujdeset krijuesi jo ne kurzojmë ta bëna një të mirë, po ti s'ma ke bërë mirë. Jo, nuk vjen mos prit të mirën, mos e prit nga personi i njëjtë. As mos prit hiç, ajo të vjen vetë në forma ndryshme, nëse ti din me gjithë. Nderuam, këto është fundi për sot, me shpejt do të takohemi edhe hera të tjera. Faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën, sigurisht. Suksese në rrugtimin tuaj, dhe kaq të nderuar miq të RTS, kaq për sot, takohemi nesër dhe atëherë mirëmbëjtje.